katërt. Është domosdoshme ju vëllezër që të tregojmë diçka rreth namazit natës, jo në hapësirë të madhe, jo në shpjegim të madhe, po sa do të qoftë shkurt për vlerën e namazit natës dhe çysh faret namazi i natës. Gjën e parë ju vëllezër, dini mirë se inna Allaha khalaqa al-layla. Me të vërtetë Zoti është ai i cili ka krijuar natën, wa 'azzama amrahu. Dhe Allah Azza Jalla ka bërë që natën me i dhanë natës çështje madhështore. Adhurimi i natës ka vlerë tek Allahu Azza Jalla, jashtë obligimeve, jashtë domethënë që e kemi farzin. Të aqsame bihi, Allah Azza Jalla në shumë ajete u shbetu për natën. Në shumë ajete u shbetu për natën. U betu për natën. Thëtë Allah Azza Jalla wal-lejli idha yaghsha, pasha natën kur aja mbulon gjithçka. Dhe ne e shohim se çysh nata e sjell errësirën e vet dhe mbulon gjithçka në errësirë. Pastaj Allah Azza Jalla thëtë wal-lejli idha saja, pasha natën kur qetësohet. Domethënë në hebrejmi që natën kemi ma qetësi, ani dëgjojmë zhurëm, punë, sen, jo. Nata e bjen qetësia. Dhe kjo është prej argumentet që Allahu qysh e ka kriju, domethënë natën. Pastaj vëllezër, emten Allahu bihi ala khalqihi. Allahu Azza Jalla ka begatuar me krijimin e natës. Fejalehu rahata wa sakanan. Allah Azza Jalla ka bërë qetësi natën dhe na me jetu natën. Qysh jetes natën? Njeriu ka nevojë me pushu natën dhe ka bërë për neve jetë. Po shan natën gjatë ditës e kia frymëzimin që njeriu merr fuqi. Por ta Allah Azza Jalla, Allahu alladhi ja'ala lakum layla litaskunu fiha. Me vërtetë Allah Azza Jalla ka bërë për juve natën që ju me jetu. Ju mu qëtësun ta, me gjithë ratinjen në ta. Pastaj vëllezër, o kane selefu jefrahune bi qulubi lejl. Me këto gjithë ajete dhe me këto gjithë fjallë, të parë tonë ishin që ata u gëzëshin, u lumëtorëshin, kur u afron të nata. Për çka është? Nga se u veçanën me adhurim me Zotin e tëre. Qale Sufjan al-Thawri, idha jaa al-lejlu farihtu. Kur vjen të nata, afron të nata, Sufjan al-Thawri u gëzonte shumë. Pse u gëzonte? Sa atëherë veçohet i dashur me dashën e tyre. Ai që dan Allah veçohet natën. Qale Fudayl ibn Iyad, idha ghabat ash-shams farihtu bi dhulami. Fat kur perëndon të dielli, unë isha i gëzueshëm me errësirën e natës. Fudayl ibn Iyad. Pse gjitha fjalë vëllezër? Nga se këta e kanë adhuruar të parton, e kanë adhuruar Allahun Azza Jall natën. Qale Darani rahimullah, lawla al-lejlu ma ahbabtu al-baqa'a fi dunya. Sikur mos ishte nata, unë nuk kisha pa qef me jetu në dynja. Subhanallah. Që shiko, sikur mos ishte nata, unë s'kisha pa qef që unë me jetu në dynja. Dhe kjo jep një argument shumë të fortë që të parton e kanë desht errësirën natën, shkaku që e kanë adhuruar Allahun Azza wa Jall. Pas tyre fjalëve vëllezër, qysh ta falni namazin e natës. Ka ardhur një sahabi e ka pyet pejgamberin se qysh falet namazi i natës. Pejgamberi duke i thënë mesne, dy ka dy recate. Fal dy jam selam, është në radhë deri në mëngjes, deri në suhur, deri në namazin e fajrit. Mirë, po metodën më e mirë se qysh do të më falë namazin e natës dhe ju më tregu juve, e kemi veprën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Tregon Hudhayfa ibn al-Yaman, ky sahabi thot, salaitu ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kom fal namaz me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fal namazin e natës. Thot, taftaha al-baqara. Thot, pejgamberi ka vazhdu me hap natën e tij me sunën e Baqarës. Thot, ku mendu që ka gjysë al-Baqara sa më radh ruku, po jo s'ka radh, komplet al-Baqarën e ka këndu. Pastaj thot, thumë ftataha an-Nisa. Ka vazhdu me surën e Nisa. Ka mendu që gjysë surën e Nisa ka më radh, jo, ka kompletuar surën e Nisa.
Thumë ftataha Ali Imran. Thot pastaj thot ka vazhdu thot pejgamberi me lexu për surën Ali Imran. Thot ku mendu që mos ka këndu surën Ali Imran gjysmë, jo, thot ka vazhdu komplet e ka këndu ata. Pastaj Hudhaifa tregon thot فكان ركوعه نحوا من قيامه. Ishte thot rukuja e tij e njëjtë sa ka nejtë në kam, parandaj. Në surën Al-Bekare, surën Al-Imran, surën Nisa, mos surën Nisa ka ra. Sa ka nejtë apo në kiyame, thot ishte e ngjajshme që ka nejtë edhe në ruku. Pastaj tregon dhe thot فكان سجوده قريبا من قيامه. Thot edhe ishte sejdja e tij e ngjashëm me qëndrimin e kam. Çka na noritet neve? Noritet neve në sejdë. Çka po thot Hudhaifa? Thot ishte e ngjashme sejdja e tij me qëndrimin e kam. Prandaj sura Al-Bekare, sura Al-Imran, sura Nisa, që shët njërin sejdë ka nejtë. Por to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon thoshte më së afër që robi është afër Zotit është në sejdë. Fa akthiru dua. Pastaj thot pejgamberi shtoni në sejdë lutjet. Shtoni sejdë dhe lutjet. Kur jemi në sejdë, rrim 2-3 minuta. Shtoni lutje, bëni lutje për rreti, për familjen, për organizorën xhenamet. Çka të bjen nam lut në Allahun Azza wa Jall. O ju vëllezër, fi terjemati Sufjan al-Thawri كان يصلي في المسجد الحرام صلاة المغرب سجد سجدة ما قام إلا ما آذن العشاء. Tërgan në historien e Sufjan al-Thawri, thot ka rinë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka falë thot namazin e akşamit. Thot kur ka rënë sejdë, thot nuk ushqu për sejdë derisa ka arrit namazi i yacijës. Para mendoj. Namazi i yacijës në këtë kohë sot do të qoftë 2 orë kemi apo deri namazin e yacijës. Çashtu Sufjan al-Thawri 2 orë kanë në sejdë duke madhështu dhe duke lutë Allahun Azza wa Jall. Rabi' ibn Khuytham كتبين صار إنه لما كان يسجد تأتي العصافر وتقف على رأسه كان مثله الحجر. سبحان الله. ربيع ابن خثيم كتبين إمام dhe i ndershëm kur hente në namaz, kur binte në sejdë, nuk ka lëviz sukur me qenë një gur, as shumë që nuk ka lëviz, edhe zëgjët mbi tarë ishin, kanë shku zëgjët, nuk ka lëviz në sejdë. Prandaj vëllazishta më thonë, ka fal namaz, ju mrena shpejt, jësh në barë, kështu të më radhë, ka nërë zëgjët, për mi shpinën e ti ka nejtë, në sejdë, as që ka livri, dhe thonë kanë mendu që edhe shpendët që ajo është guri, por nuk ka qenë guri, njëri që ka dhuru Allahun Azza wa Jall. Kana ba'du salaf yulaqab bis-sujjad li kathrati as-sujud. Kanë disa prej parëve tonë me nofë kjo në thirë. Çfarë nofë? Sejade. Sejade. Pse sejade? Për shtimit të sejdës shumë që ka bo, edhe emri sejade ju ka lanë. Subhanallah. Kjo është e vëllezër për afër se disa fjalë rreth namazit natës,